Përshëndetje, është emisioni 05, shpresoj që po kaloni mirë edhe këtë vikend dhe si çdo herë tjetër, krem fillim të emisionit, një falënderim i veçantë ndaj sponsorëve tonë besnike, ata janë Bas Market, Exoinsmi, Hebs, Nea Body Center, Dr. Smile dhe Urban Style, i cili përkujdeset në çdo emision për duken time. Në studion e emisionit 05 këtë të shtunë e kam një artist mjaft të veçantë. Është në studion e emisionit 05 për të promovuar projektin e tij më të ri Kerrajt. Fatbar Dazemi. Fatbar, përshëndetje. Përshëndetje Egzon. Fillimisht faleminderit shumë që pranove ftesën e emisionit 05. Është kënaqësi e jemja, faleminderit edhe prej teje shumë për ftesën. Faleminderit. Fatbar, e thash edhe në hyrje se je këtu për arsye të promovimit projektit në Kerrajt. Na trego fillimisht si erdhi ideja për këtë projekt. Po ideja u kon e doni ai tek shkruasi shpeshherë më dërgoj kong. Fatbar që kjo kong është për ty, që kjo është për ty, edhe tu i ndëgju. Një ditë kesh me shoqë me Ardionën në vetur. Edhe Ardiona po më thotë që kjo kong thash kom për ty. Edhe dikur pi shkruaj doni thash që tekst thash këto ndojen veti edhe lema mu. Edhe aty bashk që të fillum e doni e boni tekstin, muzikën, orkestrimin e boni Labinat Mezini. Sa të morri komplet kjo pjesa në studio po flas? Po dikon një 10 ditë po. 10 ditë. Me shku në studio, me knu, me shku apet me këshyrë që shka dal, ka nevoj diçka me përmisu, po mirë ka shku shumë. Ashtu. Mandej videoklipi, xhirimet, këto si shkuan, ku janë realizu? Videoklipi u bo këtu në Ferizaj, një pjesë u bo këtu të Panorama, një pjesë këtu të këtu Pishat. Po. Videoklipin e ka bo Adredik Aslani, ATV Folk. Krejt bashkëpunëtor të Ferizajli. Çka po të lidh me Ferizaj ka shumë? Po, ka muzikanta të mirë, sidomos me Labin bashkëpunojna shumë herët, edhe në kong tjera, asnjëherë se kena ndrru. Tash e so ku njihesh me Labin? Me Labin ka dykun 10 vjet. Që edhe njimi po edhe bashkëpunojmë shpesh. Ashtu, apo më tregon çka e bën veçantë Labin, pasi që hënëm te Labi. Po Labi Labi është shumë një djalë i mirë, mas pari edhe kështu si njeri. Tana është edhe në profesion të vetin, në muzikë është shumë i sakt, edhe punon me shumë përkushtim. Ashtu, në rregull, sa je kënaqur me pritshmëritë e publikut për këtë projekt? Mirë është shku konga qysh e kena prit ndoshta edhe jo bashkë shumë, po tek u kon në Ramazan. Ashtu. Edhe që atëherë dul konga, po tash besoj që mirë ka me shku, është një kongë, një balad e mirë. Mendon që edhe muaji i shenjtë Ramazanit ndoshta e ka penalizu pak në sukses, pavarësisht që kënga ka ecë goxha mirë, por nuk i ka kalu pritshmëritë, si Ramazan, po Ramazani ndikon te krejt, gjithashtu edhe në muzikë. Edhe në muzikë ndikon shumë se dëgjon më shumë ilahi, çashtu. Çfarë po di? Po që atëherë në Ramazan na e bënëm të arsyeshme me qitë kongën. Tani vazhdon edhe mas Ramazanit e ka mungu. Patjetër, tashmë jemi. Po t'jen konga e mirë ka mungu non stop. Çdo herë, po. Tashmë jemi edhe thuajse në prag të sezonit veror. Fatbar tregom pas këtij projekti, do ketë diçka para verës apo si janë planet? Tash i kam plane, i kam edhe bli kam fillu, edhe disa kovera. Pak para sezonës, po edhe një kong bashkë me Ardiona, një kong 3. Po njerë do t'jen koverat ma përpara, ata kom i qitë, tana do të vazhdojmë edhe me kongën e re bashkë me Ardiona. Po më tregon sa projekti ke zgjedhur për me i bë cover? Cover dikun janë 4. 4 projekte. Po, 4 projekte, janë kongë të këndume. Sa po është e vështirë, për shembull, ose sa ka qenë realisht, se veç i ke përzgjedh, siç duket i ke përfunduar. Po. Sa është e vështirë kjo përzgjedhja se çka ripërpunosh? Tash është pak më problem, se do të kogja shumë e menduese edhe tash i mbush shumë kovera, po ashtu. Non stop këngëtar me kovera, shumë më shumë ja sezonës, shumë po ka kovera, po dalin të reja. Po për ty personalisht, sa ka qenë e vështirë përzgjedhja? Po për mua, vallai kogja e vështirë se nuk ka me thon këngë që e vjetër që nuk ka artash. Në stil 3 do të prej dikujt. A mund na zbulosh ndonjë projekt që e ke përzgjedhur apo s'po dëm? Po, është kjo konga na ka ndarë të dy një oqean. Në rregull. E konga Altin Shirës, vjella jo po virale në Big Brother Çipnis. Po, fix. Po, ka qenë ndoshta edhe kjo një ndër arsyet? Po, mu më ka pëlqyer edhe më herët si kong, po aty dyqysh sikur me ta kujtu. Bash, me të kthym mbrapa. Ashtu. Këtu kovera, se më falë nëse ndërprejta. Jo. Ku jem punu?
Edhe këto me lobin. Me lobin. Ja, nuk pendroj asnjëherë. Në rregull, në cilën fazë Se janë? punina rahat, po gati se më përfundim edhe këtu. Në rregull, zakonisht i më mësu që këtu coverat janë me ndonjë videoklip, thua se të ngjashëm, e ke planifikuar Po, ti edhe diçka ato tillë? kismet, ato e du ta kenë kanë një videoklip, kanë një pjesë normal, si cover, që po dalin krejt. Sa po janë të kushtueshëm videoklipet, po përveç kushtueshëm edhe të lodhshëm, se ti Po. realizosh 4 videoklipe brenda Qas. një kohe, Lyp ko gjë një angazhim të madh, ashtu, se edhe coveret duhet mi kushtu rëndësi, normalisht. që është konga, që edhe konga normal, pa tjetër që dush me këndu edhe me bo mënyrën më të mirë me lloj maksimumin, Po. po atëherë edhe nëse asja edhe klipin mja bashkangjit, duhet një klip të mirë. Edhe besoj që mirë është shku puna. A po më tregon sa janë të lodhshëm për ty videoklipet? Une i bëj me shef, punën e muzikës nuk pritoj heq asnjëherë. Do me thonë pavarësisht, Shumë. je në studio, je në Kështu, videoklip, puna një. Lodhje ka, po, kur e di që një profesion që e don, Vullneti edhe dëshira është vullneti vetë. ato keti mujnë ato tjerat. Në rregull, e përmendet që pas këtyre coverave do jetë edhe një bashkëpunim me Ardionën. Po, do të jetë një bashkëpunim, një kongë e re, edhe ajo pritet dikon qershor me dal. Në qershor, do me thonë sezonin veror. Tamam aty. se zopo, edhe do të jetë një kongë verore. E një kongë e re, besoj që edhe e ka mund dëgju, ka mu konë një kongë shumë e mirë. A është punua edhe kjo te lobi? Edhe ajo pritet e lobi, ato alo se kena startu Pritet e kështu lobi. teksti, po e kena mu, Po për tekstin. masi të kry coverat, Kush është kujdes për po tekstin? për tekstin, këtij projekti? po për tekstin Kreshnik Avdiu. Kreshnik Avdiu. Edhe me to kena bashkëpunu shumë herë, me jena ndot knaqt, edhe besoj që edhe në këtë kongë kena me kalu qysh është mas miri. Ashtu, po e shoh që zakonisht bashkëpunon me pajse bashkëpunëtor të ngjashëm. Po, A po më tregon pse nuk je prej atyre, kur e di ndoshta që ka artista që në secilin projekt bën ndryshime dhe nuk mundesh nëse hen në kanal ti asnjë projekt me po që ka punu të një njëjtë. njëjtin, qast. Pse e përzgjedh ti kështu? Une- Për shembull Lobi, Kreshniku, Po, unë shumicën kështu të producentat, orkestrimin gjithmonë të kongë t'i bën lavi, edhe ka ndodhë edhe ai Ermal Krasniqi, edhe ai punon mirë. po. Po këta dy nuk i ndrojt, diçka janë në përshtatën edhe mu, Nina Rahat, punojnë sakt mirë, Ashtu. po edhe tek shkruas në varë, që shka po na ofrojnë edhe ata pëlqen i tekst, mund është me morë edhe për dikuj tjetër, po këta dy e doni tashme e donin e kam kongën e fundit, e don Po. se i diun, po edhe Kreshnik është I përshëndesim Ajmo. gjë. i Lobin përshëndesim shumë, Kreshnikun e donin. e donin Labin, Kreshnikun, Ashtu, Fatbardha, po më tregon e the që ti dërgojnë tekstet. Deri në sot tekste ndoshta se jo çdo herë secili tekst. Jo që nuk është i punu në mënyrë më të mirë të mundshme, por nuk qasë nuk përshtatet. përshtatet, nuk, Deri sa herë të ka ndodhur ndoshta me anulu ose me refuzu një tekst. nuk më ka ndodhur shumë, me thonë 2-3 herë e kena kthy një tekst, deri sa na ka ardhur në atë mënyrë, na Ose që bën dojmë, na që ndryshime nimi diçka? marat, po dhe nashta nuk e kthejmë krejt, po dikon disa pjesë mujnë na mi ndrru tekstit, mi ndrru vijen melodike, po ato ma shumë i bojnë edhe në studio, i ndrojmë. Po. E përmendet që projektin e fundit e keni dëgjuar vetur me Ardionën, bashkëshortja juaj, Ardion bashkë. Adili, e cila është edhe këngëtare, e cilën e përshëndesim. Sa ta ka letu punën realisht, ta kesh bashkëshortën, tashmë edhe këngëtare, domethënë, sa të ka letu ty? Me thonë Qënë drejtën, përgjedhje, qënë përgjësi. me thonë drejtën shumë muzikë, shumë, ma ka letu punën, sidomos ndasma, kur nuk është njëjtë, sikur me shku një këngëtar, sikur dë, Ashtu. kur shkojmë bashkë, a di, shkon njëri edhe patut, Normalisht, është më mirë. po është ma mirë shumë, është gjithmonë dy këngëtarë, është për një dasëm, se tash sezona po është e ngarkuar non stop, çdo natë, është mirë shumë. Viti kaluar ka qenë se zgaboj viti i parë që keni shku bashkë, apo jo? Apo viti i dytë? Jo, viti i dytë. Viti i dytë. Se unë e Mardionën edhe ma herët, kështu, Keni pas dasma? kena pas dasma, kështu si kolegë, vetëm si kolegë, po edhe atëherë kena kalu shumë mirë, tani prej A unë atëherë. tregon bashkëpunimi me Ardionën, më i lehtë si atëherë sikur kolege tash si bashkëshorte. Ja, atëherë unë ma i letë, se atëherë nuk kena pas shumë ngarkesa. Tash ajo edhe ti kështë në rëndësi, edhe kongës edhe veshës temë, kur qëkoj ndarësëm. Ndërsa atë ku, je kujdes vetë, s'është Atë ku nuk ja përzikë. ka një po të kërkujt. Atash, Ardiona është
është shumë strikt edhe ajo është shumë punëtore, do punën, sidomos muzikën, profesionin, Ashtu. tepër është lyp angazhim shumë të madh. Edhe mua më shyn te para kanë njerëz kur thon ajo do të më punu. Po të varda, e ke mendu ndonjëherë kur keni qenë dasma që do të jetë bashkëshortja juaj me cilën tashmë keni edhe fëmijë. Ashtu nuk e kena pas asnjëherë unë për veti, nuk e kena pas në plan, diçka di, nuk Si as nuk ndodhi? e kam mendu. Po besoj që ti ke qenë iniciatori i normal, parë, unë si çdo iniciatori- moshkull shqiptar. Unë iniciatorin na ka rënë për dasma me knu shpesh. E tana dikur e qanë në Viber, a mundesh ma dërgu një video dasmës që shkena kaluë. Edhe ke një Edhe postë kështu po janë vërtetë. Tu shkëmby çdo video, bisedat të shkurta, që aty filloj gadal. Po do të thotë që nuk ka qenë. Se realisht kush ju ka ofru për me bashkëpunu në për dasma? Apo Po, vetë? na kanë pas dasmor, na kanë kërku, sidomos mua ma kanë kërku një këngëtare. Edhe unë e kom dëgju Ardionën në YouTube, e kom po, më ka pëlqy. Edhe ja kom sugjeru dasmorit. Ashtu. Po, ja kom sugjeru mundesh me hi me ngu në YouTube, edhe Po. ative i ka pëlqy. Edhe që na ka rash, tani dikur mo, sa ma shpesh bashk. Kush na ka po, a mundesh me mora atë këngëtarën, Ardionën. Çdo herë do të Çdo herë kur ka kon e qenë lira dhe ajo ka ardhur me neve shumë. Po dhe si grup kena bashkëpunu mirë, di me orkestër ashtu. kena kalu shumë mirë. Po tash po thu që edhe më lehtë ndoshta. Pavarësisht që përgjithësia ndoshta është tash këtu. çfarë, përgjithësia është më e madhe, normal se dy këngëtarë, të dy të jena tash bashkë na për dasma është përgjithësi shumë e madhe me ta besu dikush natën e Ashtu. dasmës. Unë për vete e marr me shumë përgjithësi që nuk du me ndodh asnjëherë, dhe shqyqyrë Zotit, nuk na ka ndodhur ndonjë problem, ndaj diçka, jo me zërim, jo me na vështirëzoni. Kur zakonisht dëgjojmë që Se edhe kena dim se kena ka shumë raste. raste, po Po. ka shumë raste prej kolegëve. Kena një po shqyqyrë na, unë për veti asnjëherë nuk ka ndodhur. Inshallah nuk ndodh Po asnjëherë. shpresoj, po pavarësisht kësaj, në ndonjë moment ndoshta pak i sikletshëm a diçka për ty ka qenë. Se ti je gjithë këtu dasma, pashe 15 vite nëse nuk gaboj. Po, çfarë, dikon 5-16 vite që kënena për dasma. Po. Shumicën- Shumica mos më ndodh Shumicën diçka. kena kalu mirë. S'po di diçka me Po veçu. raste ndoshta kur të është anulua apo edhe diçka. Po, ashtu ka ndodhur, ka pas. Ka Sa pas. anulua ndoshta në shumë vendin. Po tash kohën e fundit, me thonë drejtën, tash po ka ma shumë ndarje. E që atë po janë raste ma shumë që po anulohen. Për para vetëm, me thonë para 10 vjetë, dasmët i në Rast. anulu vetëm në rast vdekje, diçka. Ndërsa këtu Tash vitet në e kohën fundit, tash në kohën e fundit, kishëm raste ndarje. Sa herë më thirr prindi, më fal vetë kërkoj falje, po çifti nuk janë më bashkë. apo më tregon, është e keqe realisht kjo, por Inshallah nuk i ndodh kërkuj, se ajo është dasma është shumë e shajt. ashtu. Ka ndoshta që ndahen shumë ofër dasmës, Po, apo ka që ndahen pak më... Po, Se di ka- që ka ka raste edhe rezervime ka- një vite, Qa? 2 më herët. Qashë ka raste edhe në fund, po, rezervime ndodhen. Tu përgatiti me shkundorsën veç, Ja, ashtu bashkë në fund nuk më ka ndodhur, po me thonë një javë javën e dy. fundit. Qashtë, një javën e fundit ka ndodhur. Apo më Po tregon ato ç'është sana funksionon kjo. do të mi kuptu. s'ki. E dim se realisht mirët ka pori fillimisht. Për çdo, jo veç për ata që Për çdo, ndohen, punë për secilin që bëhet rezervimi realisht. Po. Ç'është funksionon te kjo, se kur mundet me u kthy një kapor? Po një ka parë, për shembull, nëse është në rast vdekje, ajo normale është kuptohet. Po nëse është data shumë fund, nuk mund edhe me kthy se kena humb shumë. Ashtu. Unë për një datë, do të i kam 15 oferta, 20 oferta, ato edhe non stop i thamë, është e zënë. Tash një javë para fundit, e na bloku, edhe ai ka parë shmendat me grupin, kështu që në çdo punë besoj që ka parë, gjithë nuk kthehet. Ashtu. Po vetëm një rast i veçantë, me rast vdekje ajo normale, ato e kuptojnë krejt, edhe unë edhe grupi. Po, normalisht. Ka raste për shembull kur anulohet një dasëm, por anulohet për atë datë, mirë po nuk ndrohet as këngëtari, vetëm shtyhet data. Qashtu, ka raste... I mirë kuptoni këtu? Po, normale, është ka raste që ata vendosin me ndrru datën. Ndoshta nuk e bojnë sezon, dojnë me ikja sezonës, na çat datë, e bllokojnë me dikon tjetër. Po, kryesorja, që po thotë i kapari i vlen për kur të vendos një datë tjetër. Do me thonë nuk mirët kapori i dytë. Ja, Pa i nuk ka mirë, por jo nuk mirë. bortet edhe për Po, rezervimin e kur don me shty diku ashtu. i vlen. edhe. Ka ndodhur ndonjëherë që tash e tha që jeni dy, do me thonë edhe te dhe Ardiana, Po. por me u ndon ndonjëherë me shkon 2 dasma, me i kop 2 data. Ju ka ndodhur kështu? Po, kena shku ashtu, edhe unë më shku.
Ardiona kanë kërku dikon kanazjezhe, unë ma pak shumë kanazjezhe, Ardiona ma shumë i përshtatët, tash, Po, sidomos kanazjezhet janë shumica shkojnë këngëtare. ashtu po. Ma herët janë shku në për veti edhe ma herët kam shku në kanazjezhe, kam Po. punu shumë, po ta shkojnë e fundit, ma shumë po i kërkojnë femnat. Ashtu. E tash unë shkojnë dasma, Ardiona në kanazjezhe, po shumicën e datave i kena bashkë. Sa ato po bllokohen shumë herët, është problem, edhe na zonë të lirë. Normalisht. Tashmë që e thashtë më herët jemi në prag të sezonit veror. So jeni përgatitur realisht për këtë sezon edhe sezonin veror Mirë, shumë, 2025. tash bile e kena sezone shumë gjeshër, është e ngarkuar shumë, me thonë u bllokua ofër gati si i ka 1 vjet, që u blloku për këtë vit. E po presim që besoj që ka më qenë një sezon shumë, besoj një ndër më të mirat. Shpresoj edhe uroj edhe unë pse jo. Po sa është i vështirë për shembull përgatitja, kujdesi për zërin, shëndetin, e gjitha këto. Edhe profesioni i muzikës është shumë i është pak i sikletshëm se do të edhe me urujt shumë, sidomos gjatë kohës verës, me ik pije të ftofta, me urujt klimave, se na kena punë me fyt, Po, e zoni nuk gëzon mos mu na bë asnjëherë, se dasmorët japin fjalën një vjet përpara. ashtu. Ajo natë më nuk kthehet, atë natë ka me ndodh, Po, jena shumë të kujdesshëm, edhe morëm me përgjithësi, kena kujdes, besoj që jena të e prit me qef. po Edvard dhe përmendëm që je tash mbi 15 vite në këtë treg, realisht edhe me dasma. Mirë po, apo më tregon për ty personalisht. Në fillim ka qenë përgjegjësia më e madhe apo tash? Në fillim ndoshta i ke marrë shumë, në fillim u kon ma Afër përgjithësi, zemrës se e- ma shumë afër zemrës, kur t'jesh pak ma fillestar, kena marrë shumë përgjithësi. Me thonë njerëz që kur shkojnë dasëm, çast përgjithësi, çast. Ndërsa Po tash mo ajo është kalon në diell e bën përvojën, mo nuk e ki atë stres, nuk e ki shumë atë ngarkesë. Po. Sidomos të këndimit nuk e ki, mo atëherë jena rujt mos puna si rreth zoni. Ama Ndërsa tash e desh, tash u shumë bë kujdes. përvoja normal, edhe në muzikë, Po, edhe këtu bëhet përvoja gjithmonë me vite. normalisht. Po. Po flasim për dasma dhe është konkurenca realisht shumë e madhe. A më tregon si po ishe artistat e rinj, ndoshta e bën një projekt i dhejz edhe më njëherë rezervon dasma. Qysh e sheti këto? Kur realisht ai mund mi dhejz një solo Po, projekt, qash. po jo me qenë Po. 100% për dasma. Po, ka shumë në pishof, tash kanë dalë edhe shumë këngëtar, normal, u bë konkurrencë e madhe, po punohet shumë, po që po thu ti po bën shumë këngë, është shkon një këngë hit, Po. po në këngë tjera mo ai nuk dhez ai Në këngë këngëtar. tjera dhe realisht edhe me live është Edhe goxha dëm. po shumicën dem në kor ose që edhe në live tani dikur shumë këngëtar po bin poshtë. Ashtu. E, Kemi po video tash edhe Tash TikTok po, realisht mi bë normal. viral, sidomos për anën negative Tash- shumë lehtë. Gjithmonë po. TikTok tash mo është me thon për mi kry, sikur një kamerë me pas Ashtu. gjithçka që i bën e ki. A po më tregon a kjo ose realisht a ki një mesazh për gjithë ata që duhet me bëni dasëm, qysh me përzgjedh një këngëtar, pavarësisht nëse edhe jo fatbardhin, se nuk është me patjetër, mos ja imponojmë asnjëherë askujt, po në çka me shikun, çka me përcjell një artist që është për dasëm ai. Po unë po foli mas pari për veti, na ma herë që po thamë në 15 vjet kur kam këndu, në atëherë kena punu gjithmonë live, kur kena kënu, me thonë që aty i kena godit darsma. Se gjithmonë live ne ka pruva dasma tjera, se na kanë dëgjuar. Domethënë brenda dasmës. brenda është një- dasmës, ti do ki aty patjetër. i ki dikon 300 mysafirë në secilën dasëm, Pa e poshtë dikush pa thirr dikush nëse i pëlqen, nëse ja ke dhënë hakin që çdo dasmë. normalisht. Po. Besoj që nuk i mundoj zhgënjim. Po normal tash edhe ndikojnë edhe këngët e reja, punimet. Tash që po thuti një këngë me 10 het, ndodh që e merr dasmori me njerë me atë këngë. A është gabim kjo sipas teje? Po Se tash nuk është e vështirë, sipas meje të paktën jo që jam profesionist në pushëntuj, po është e lehtë me dhëz me shti viral një muzikë, po me mbajt edhe me Po, këndu live ato, që ajo është problem, është live gjithmonë do më konë ti ndoshta një këngë mund të me të ecë, po foli për dy këngëtar që se e punon në studio, po ndrej tash zonës që edhe dush. studiot janë ekstrem profesionale, janë shumë të mira. Po gjithmonë live ka me ardhur dita që kime dal live, kime këtë tregu veten, kimu vlerësu për çato që je.
Ashtu. Edhe do më thonë të je prej atyre këngëtarëve që edhe kur s'ka pas rrjete sociale, po që shet tregove që prej dasmës ndasëm. Qashtu, atëherë nuk ka pas atë TikTok, me thonë para 2-13 vjetë. S'ke mujt me hi viral. Nuk e mujt me hi viral, do shkëna kalle krejt dasmën. Ashtu. Do shë me pos punën tjetër. Po atëherë që po thotë edhe na atëherë me live gjithmonë. E ke tregu vetëm. Dasmë që thonë e kanë nxerr se na kanë dëgju 300 mysafir atë. Dikush na i ke pëlqy, ndoshta jo shumicës, po pa i pëlqy dikujt. Po. Është patjetër. Është çast. Po. Kur jemi të dasmat, e din që kanë edhe pjesën më të mirë. Më të mirë për juve, se për ne realisht s'ka asgjë. Po besoj pedem për çfarë flas. Bakshishe. Po. A më tregon ti se je prej atyre artistave, këngëtarëve që merr bakshish shumë? Po, mirë valla, A kalojmë. ki probleme na fol me shifra, për shembull brenda një dasme? Po, ndodh ka dasma. Po në sezon shkon dikon 5-6 euro. Bakshish 5-6 euro. Po. Ka raste do më thonë kur ndoshta ndonjëherë e kalon edhe marrëveshjen fillim. Ka, po, shumë. Ndodhin. Çfarë ndjenje për ty personalisht kur e den që po vlerësosh goxha shumë, Po, është një ndjenjë shumë e mirë, nuk o puna e parës, po ai që t'je bakshish, aja po të vlerëson qysh jetu këndu, për atmosferën që jetu e bo. Unë për veti nuk shkoj edhe për bakshish, sa i këngëtar se cili këngëtar merr bakshishën dasmën, po unë kom qef më kry dasma qysh do të, e harrej edhe çmimin edhe krejta, kur djem fund me më falemderu me thonë, faleminderit shumë për atmosferën që e ke krijuar, ne jemi të kënaqur, që ajo më kënaq mu, sa normal edhe bakshishi është. E presin edhe grupi e krejta ata kanë. Normalisht, po. A vëm tregon në cilat vende je më shumë? Sidomos këtë verë jeni realisht. Vëllai shumicën, po në kështu në gjithë Kosovën, po shumicën jena Gjilan, Preshev, Bujanovc, kena Gostivar, Kërçov, edhe Maqedoni. Janë ndoshta. Po ona Gjilanit, Preshevës dyqysh janë për atmosferë shumë janë të mirë. Për atmosferë Preshev Gjilan. Po, Preshev Gjilan edhe Kërçov, Gostivar, ane janë për bakshishe. Ane për bakshishe. Po da, ne janë darsma shumë kanë shyret, shumë janë darsma të mira. Kalojmë me të vërtet shumë mirë. Edhe na presin me thonë ekstrem mirë. Ashtu, falbardh ne falem realisht për projektin e fundit që kjo është arsyeja që je këtu, falem për coverat, na tregova edhe bashkëpunimin që do ta kesh me Ardionën. Ke diçka tjetër për fund me shtu e mandej krem fund e di që nuk e ki problem edhe diçka live. Patjetër, ato do ta këndoj një pjesë refrenit, po deshta njerë për fund mi falemnderu gjithë dasmort, gjithë ata që na kanë besu në punën tonë deri me tani, po edhe ata që si vjetë na kanë ftu në dasma, deshta mi falemnderu shumë nga zemra, besoj që ata na kanë vlerësu që t'jemi na natën më të veçantë. Tyre, besoj kanë mundot të knaqët. Si asë njëherë nuk kanë më shgënjy, i kisha falemnderu shumë nga zemra gjithë. Në rregull, po besoj që e shpërblen këtë falenderem të aty në punën kur e bën realisht. Masim këtë profesion. Ashtu, në rregull, falbardh. Nëse ke mundësi tash për gjithë shikuesit e emisionit 05, një pjesë të refrenit më ke rrejt. O për një dashni, zemra shumë ka dhënë këtë jetë, e kam dasht me shpirt, e sot koha po i tregon krejt, e ka pa një zot, e ka pa, nuk e la me hek këtë zemër mon. Sa ke mujt, pas ke rejt, edhe vetën, edhe krejt, zor se patem, ti me mbyt, s'po muj me i hek lot nga sit. Falbardh, falenderoj shumë për këtë super interpretim, mirë po jemi tashmë krejt fund të emisionit. Aty kur ishëm tek momentet interesante ndosma, i ke një raste, se ri ma ke tregu propa kamera, mirë po ndoshta për respekt ndaj një të moshuarit nuk e tregove. Mirë po na lejot pa e përmend se ku edhe kush. Na trego atë moment interesant për shikuesit e emisionit. Po, edhe u konë me thonë para 7-8 vjetë me një darsëm në parë. Okej. Shumë një darsëm shumë e mirë, shumë ka pos atmosferë, shyret. Po. Edhe po më vjen një plak, po më vjen të skena, po më bëna më aknë një kongë patriotike. E lypi një kongë së di, cila u konë. Edhe thash po, okej. Po mi jep 50 euro. Bakshish. Bakshish. Okej. Okej, pjak në kongën,
shumë e vullnet edhe ai tu kthye, se tu jak nuk kongën për qefi. Edhe tani dikur pe shoh po vjetë skena nuk u largoj ke hiç. Edhe mas e këndove kongën. Mos e knova, kongën pe shoh po sillet afër skenës, dikur e pash u bon dikon një 20 minuta hiç vetë Su largoj skena, ke? tu na kshyr neve. Tash Okej. mos kena bu diçka gabim. Edhe dikur pe afrona më thon bac, thash atë ka hub diçka, A a është- muj me të nimu diçka, Po. diçka. U edhe po më vjen te veshje, tha, u më fal, tha shumë. Tha se më tha me ti qitë 10 euro, tha ti më dhon 5 lek. E tha, muni me mi kthy. E unë me qatë vullnet aty. Që shka e gove, ja kthejve? Jo, ja ktheva krejt, se e posh, po i thash bac se ki kongën pi neve, por na nuk e pas kom di që jetu ne ti për çato. Edhe ja kthejve 50 që parë. komplet, Po domethënë. ja kthym parët komplet. I dula ti konga bakshish krejt. Ato edhe një herë bli ja këna këndu në fund Edhe një herë. për çef. Ashtu Po e domethënë. posh në te skena na rreke na boni kurios me di vaç çka ato. Çka ko, po. Po domethënë ka qenë problemi te 50 Te çate. 50 që aty. Sa i tha, deshte më javë qit 10. Po Po mirë. tha i Po, që javë kisha qit gabim 50, na e kuptum. po Sa i domethënë plak. ke tregua dhe respekt, ja ke ja ke kthy Patjetër. bakshishin prash, plus ke këndu prap Po, patjetër. jetën kong. Ke falenderues mandej ai? Shumë. Shumë tha. Edhe për kongën kur ja knuma një herë, mo ai sunon Rrejull. të smallë. E mirë, kjo edhe interesante patvarët. Faleminderit shumë që ishe në studion e emisionit 05, ishte vërtet kënaqësi. Faleminderit shumë marr prej te Exon. Inshallah shihemi veç për të mirë. Faleminderit shumë. Përgëzoj për emisionin, inshallah me sukses gjithmonë. Faleminderit shumë. Me ishte emisioni 05, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Deri çtu në ardhshme, natën e mirë.